Drejtoria vendore e policisë në Lezhë ka referuar në prokurori materiale lidhur me një aksident rrugor dhe raste të dhunës në familje, ndërsa në Kurbin u gjetën dhe sekuestruan bimë narkotike. Sipas raportit zyrtar të 24 orëve të fundit, në hyrje të qytetit të Lezhës, automjeti që drejtohej nga shtetësja RL, 35 vjeçe, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin LM, 60 vjeç, banues në Lezhë. Si pasojë e përplasjes, shtetasi LM pësoi dëmtime të lehta dhe po merr trajtime mjekësore. Për këtë rast, materialet janë referuar në prokurori dhe ka nisur procedimi penal ndaj shtetases RL. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Kurbin kanë referuar në prokurori procedimin penal ndaj shtetasit MG 77 vjeç, banues në Kurbin, për dyshimin e ushtrimit të dhunës fizike ndaj bashkëshortes së tij. Po ashtu në vijim të planit operacional policor të koduar koordinatat, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin zbuluan në fshatin Vinjoll, një sipërfaqe toke publike ku ishin mbjedhur 37 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Një pjesë e bimëve u sekuestruan si provë materiale, ndërsa pjesa tjetër u asgjësua me anë të djegjes. Policia vjen punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa materialet procedurale janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme.